Kryetari i delegacionit për marrëdhëniet me Europën Juglindore, Eduard Kukan, i shoqëruar nga eurodeputetët e Parlamentit Evropian gjatë takimit që zhvilluan me kryesocialistin Edi Rama, vlerësuan hapat e ndërmarrë nga opozita lidhur me reformat në vend dhe votimin e ligjeve me shumicë të cilësuar. Takimi i eurodeputetëve të Parlamentit Evropian me kryetarin e opozitës zgjati për më tepër se 90 minuta dhe në qendër të diskutimeve ishin përmbushja e reformave dhe kontributi që mund të japë Partia Socialiste në arritjen e tyre. Yes, I am optimistic about it. I had a very good constructive meeting with Edi Rama. Thank you. Kreu i delegacionit për marrëdhëniet me Europën Juglindore, Eduard Kukan, shpreh vlerësimin e tij edhe për procesin e nisur në përzgjedhjen e kandidaturës së avokatit të popullit, proces në të cilin opozita shqiptare ndodhet në fazën e përzgjedhjes së dosjeve për 33 kandidatët e regjistruar. Në njoftimin e shpërndar për mediat nga Celia Roz, mësohet se antarët e delegacionit, njëkohësisht pjesëtar të grupit parlamentar të Partive Popullore në Parlamentin Evropian, shprehen keqardhjen e tyre dhe distancohen nga deklaratat e fundit të kreut të grupit parlamentar, Joseph Daul, në adresë të kryetarit të Partisë Socialiste dhe opozitës shqiptare. Deklaratat të cilat sipas zyrës së shtypit të Këshillit të Ministrave të bërë një ditë më parë, mësohet se Daul ta ketë etiketuar indirekt kreun e opozitës shqiptare, ndoshta pak të sëmurë mendor. Nga ana e tij, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama garantoi delegacionin e Parlamentit Evropian mbi vullnetin e palëkundërt të opozitës shqiptare për të ushtruar të gjithë përgjegjësinë në funksion të përmbushjes së 12 prioriteteve të identifikuara nga Bashkimi Evropian në lidhje me aplikimin e vendit tonë për antarësim në BE.